Në fshatin Dvoran të Korçës, pas ditën e së shtunës u zhvillua festa e mollës, një nga aktivitetet që tashmë është kthyer në traditë për komunitetin e zonës. Festa mblodhi bashk fermer, banor dhe vizitor nga gjithë rajoni, të cilët morën pjesë në një atmosferë të ngrohtë me muzikë, ngjyra dhe aromë karakteristike vjeshte. Në qendër të fshatit ishin ngritur stenda ku ekspozoheshin varietetet e ndryshme të mollës korçare, që nga ato autoktone deri tek ato më të reja të kultivuara prej viteve 90. Prodhuesit prezantuan punën e tyre, përvojën shumëvjeçare në këtë sektor dhe përpjekjet për të ruajtur cilësinë e frutit që identifikon të gjithë rajonin e Korçës. Fermeri Ferdinand Dalipi, një nga prodhuesit më të njohur të zonës, prej vitesh merret me kultivimin e mollës, qershisë dhe kumbullës. Ai tregon se kjo festë është një mundësi për të promovuar prodhimet vendase, për të krijuar lidhje me konsumatorin dhe për të prezantuar varietetet e reja që po futen në treg. Edhe pse pranvera solli vështirësi për shkak të kushteve atmosferike, ai thotë se prodhimi i këtij viti është i mbarë dhe tregjet kanë pritur mirë mollët korçare. Jam nga fermer, kam një eksperiencë i gjatë në këtë fushë. Kryesisht bëjmë me mollën, qershi dhe kumbull. Po padyshim duke qenë një nga prodhuesët potencial në fshat, detyrimisht do marrim pjesë në festën e mollës sot, për të promovuar prodhimet tona, për që ti kenë mundësi blesit ose qytetarët të gustojnë varietet të reja që kemi futur ne sot në prodhim. Prodhimi deri diku mirë, pavarësisht se patëm probleme në fillim të sezonit në pranverë, patëm goxha dëme, por megjithatë prodhimi është shumë i mbarë. Po kryesisht janë varietetet autoktone që kemi pasur tradicionalisht dhe varietetet e reja që kemi futur mbas viteve 90. Ndërkohë Serian Bregu, një tjetër fermer i njohur nga Dvorani, thekson se tradita e kultivimit të mollës në këtë fshat është shumë e hershme, që nga viti 1956, kur u krijua ferma e parë. Sipas tij, ngricat e pranverës kanë ndikuar në prodhimin e disa varieteteve, sidomos te Starkingu, por pavarësisht dëmeve, molla Gold ka pasur rendiment shumë të mirë. Ai shton se pjesa më e madhe e prodhimit është shpërndar në tregun e Tiranës, ndërsa pjesa tjetër ruhet në frigorifer për shitje të mëvonshme, çka tregon për një menaxhim më të mirë të prodhimit. Po kjo është një kulturë që vazhdon, se molla tonë ka paktën që në vitin 1956 që është formuar ferma e parë, ose fitani i parë që ka erdhur në fshatin tonë. Dhe të luftojmë ta mbajmë traditën tonë gjallë sa të munden. Si vjet varietetet e mollëve, për shembull, ka patur mangësira, sidomos ka Starkinga, varieteti i Starkingës dhe në varietetet e Starkingës ka në mungesë për kushtet e natyrës, të ngritës që na krijovin në pranverë. Kurse Goldi ka qenë super, pavarësisht kishte edhe zona që nuk u kishte, por mbi 80% jemi okay. Shitjet kemi vazhduar, unë për shembull në fermën time 40% e kam hequr në treg, fal kërkesës që ka patur tregu, 60% është në tregun e Tiranës. Kurse 60% po hyn drejt frigoriferit. Jo, frigoriferat janë një nga faktorët kryesorë që ndihmojnë në ferma shqiptare, se sado që treg të ketë, sado që jetë tregu i madh, prapë në momente që vilet produkti, ne nevojiten dhomat frigoriferike në domosdo, se molla nuk ka vetëm një muaj, nuk ka vetëm një ditë, molla e 12 muaj të ditë. Fermeri Mitat Mustafa, që punon rreth 4 hektar tokë me mollë, tregon se përballja me kostot e larta, mungesën e tregut dhe konkurrencën nga importi janë ndër problemet më të mëdha me të cilat përballen fermerët. Ai shpjegon se çmimi aktual prej 50 deri në 65 lekë për kilogram nuk mbulon gjithmonë shpenzimet e larta të prodhimit, që përfshin punën, plerat, mjetet dhe preparatet bujqësore. Megjithatë, thekson se produkti vendas mbetet më i pastër, më natyral dhe më cilësor. Unë kam 4 hektar me mollë, edhe këto i kam gjysmë, 50% i kam me qira. Edhe vazhdoj të punoj. Gjithsej kam 7 hektarë, kam edhe qershin, kam edhe kumbull edhe mollë. Si vjet problemi madh ka qenë me ngrisën që qershin nisë morë masin kokër. Edhe në kumlla kemi marrë në një zonë ku nuk prekoshim e ftohta, kemi marrë një 20-30%. Kurse në molla jemi dëmtuar mbi 50%. Po, u dëmtua mbi 50%, varet nga varietetet që janë. Kush prekeshe më shpejt nga temperaturat e ulta, ajo dëmtoar. Starkingu është prekur, megjithatë ka parcella që kanë pasur,
Sarkiko janë dhe disa varitete tjera që shumë interes jo, nuk kam pasur shumë interes. Nuk e di nëse hyn mollë nga jashtë, kjo është problemi jonë, që ne kemi mallin tonë, në vendin tonë, për popullin tonë, që edhe garanci kemi për sa i përket këtyre jo thonë që kanë spërkatje shumë, ne bëjmë aq sa duhen të bëjnë dhe të gjitha preparatet ose pesticidet, insekticidet i marrim të garantuara. Kontrolli duhet verë nga këto pesticidet, por ne me që se jemi dhe hapër kemi marrë edhe në Greqi, që atje ka edhe kontrol më tepër. Po që çdo gjë është e garantuar, përderisa ne përdorim vetë si frut, edhe fëmijët tanë që në momente që putin pema dhe anë, nuk diskutohet, edhe ne dim atë punë. Nëse ja çdo një pesticid që nuk duhet bërë, nuk e pranojmë që ta bëjmë kurrë asnjëherë. Bile edhe farmacisët nuk na lejojnë që të bëjmë. Spërkatje me preparate që dëmtojnë shëndetin e popullit në asnjë mënyrë. Prodhimi tonë është shumë i pastër, shumë cilësor, por e keqe e madhe është se tregu mbet vjen edhe treg nga jashtë. Po ka filluar nga 50 lekë të reja deri në 60 lekë, 65 lekë. Varet nga variteti. Nuk mund të themi që është çmimi i mirë për neve. Se edhe kosto ka. Sigurisht që ka kosto, janë krahët e punës tona, janë mjetet që punojnë, janë preparatet që merren, janë vlerat që ju hidhen pemëve. Kjo fest përveç se një panajir bujqësor është edhe një manifestim i krenarisë dhe identitetit të banorëve të Dvoranit, që prej dekadash janë njohur si prodhues të përkushtuar të mollës. Muzika, vallet tradicionale dhe degustimet e frutave e bën atmosferën të ngrohtë dhe plot gjallëri, duke kthyer Dvoranin për një ditë në qendrën e prodhimit vendas dhe mikpritjes korçare. Festa e mollës jo vetëm që promovon bujqësinë dhe punën e fermerëve të zonës, por gjithashtu i jep një frymë të re bashkëpunimit, solidaritetit dhe besimit se prodhimi shqiptar ka vlera të mëdha për t'u mbështetur dhe zhvilluar më tej.